Mirëmëngjes, shikues të dashur tek Zgjo me MCN, ja ku jemi përsëri tek kuzhina ime gatuaj nga duart e mirës. Për sot do të përgatis mish të mbushur që ka këto përbërës. Kemi djathtin, mishin të parin, djathtin, specat, ullint dhe do t'i shtojmë edhe pak kos. Le të fillojmë së bashku. Këtu kam marrë një stek, kam zgjedhur një mish që është i butë dhe ndaj mendova të bëja stekën. Tani më duhet ta pres në mes në këtë mënyrë. Presim në këtë mënyrë. Kam zgjedhur mishin që ka, kur shikojmë këtë dhjamin e bardhë të mishit, kjo e bën mishin më të butë. Për këtë recetë që kam zgjedhur për sot. Tani më duhet ta krip. Nga të dyja anët. Do t'i hedhim pak piper. Ja hedhim kripën e piperin nga përpara, për arsye që kur ta rrafim, që të jetë më e hapur, e merr kripën edhe brenda mishi. Tu kam marrë një letër celofani dhe t'ja vendosim mbi të, që mos të na prishet mishi kur e rrafim. Dhe në këtë mënyrë duhet ta hapim. Po e rraf në të dy anët e çekiçit, në kjo anë e hapi mishin, ndërsa ku ka dhëmzat, kjo e bën mishin më të butë. Mishin e kam gati, në këtë madhësi më duhej. Kjo ka që hollë, një lloj siç bëjmë pak a shumë biftekët që bëjmë në Shqipëri. Dhe tani do të përgatis zarzavatet. Mishin po e vë në anë, kam zgjedhur speca të kuqe dhe jeshile. Do të pres një specë të kuqe dhe një jeshile në këtë masë. Dhe një jeshile. Për kaq mish sa kemi, këto të dyja janë mjaftueshëm. Specat i kemi gati. Këtu kam zgjedhur ullin. Kam ullin jeshile dhe ullin të zi. Ullin të zi nuk kanë shumë krip, por këta jeshilët janë pak të kripur dhe kësaj recete i japin një shije shumë të mirë. Dhe këto do më duhet që t'i pres. Edhe ullint më duhet t'i pres të holla në këtë masë. Të jenë kaj të holla. Edhe ullinti kam gati. Dhe tani djathtin më duhet ta pres në mes. Mos të jetë shumë e trash. Kaq. Djathti është mjaftueshëm. Po të duam i çojmë të dyja, varet nga madhësia e mishit. Dhe djathtin e kam gati dhe tani na duhet që të mbushim mishin. Tani do të fillojmë të mbushim mishin. Kam kos
Edhe të ta hapim në këtë mënyrë. Jo shumë, vetëm sa për ta lyer. Këtë recet mund të ta përdorim edhe me mishin e qëngjit, kur është lëkura tek pjesët e brinjve. Kjo recet është mbushet tamam siç po bëj unë këtë recetën sot. Po del shumë e shijshme dhe me mishin e qëngjit, doja të thosha. Okej. Në këtë mënyrë. Kam spinaqin. Do ta hapim në këtë mënyrë dhe spinaqin. Do t'i lëm pak krip se do ketë djathi dhe nuk e duan të na bëhet shumë i kripur. Tani do të vendos specat në këtë mënyrë. E hapim këtë pjesën e specave kështu, se do të vendosim djathin. Kështu. I hedhim ullind. Edhe ullind kanë krip, kështu që nuk na duhet shumë kripa. Edhe këtu s'kemi shumë vend, por sa të kemi do ta mbushim dhe këtë pjesën në fund fare. Do vendos pak djath. Shumë që t'i hapim vend, që të bëhet roleta që do bëjmë të bëhet në një mënyrë të njësojshme. Do i hedhim pak piper, që të marrin ullind e djathi, të marrin piperin, dhe tani na duhet që ta mbështellim në këtë mënyrë. Kjo pjesë duhet punen pak me kujdes që mos të prishet mishi. Dhe të kemi mundësin që ta kthejmë kështu. Po të duam i vëm edhe letër, e kemi më kollaj kur i vëm letër, por unë po e mbledh me dorë më mirë. Se mblidhet më kollaj mishi. Okej, në këtë mënyrë. Tani po e lidhim mishin në këtë mënyrë, që mos na hapen kur të bëhet. Ta qojmë në sobë. Është një recet shumë e shijshme për darkë gjithmonë. Unë do ta shoqëroj me oriz, do të bëjmë pilav dhe do të përgatisim edhe karotat. Në këtë mënyrë. Vendosa ta lidhja është më mirë se qëndron më i mbledhur më kompakt mishi, ose mundet ta bëjmë edhe me toothpicks. Tani po hedhim vajin e ullirit. Do ta lëm që të nxehet pak. Vajin e kemi gati. Do ta lëm që të skuqet nga të gjitha anët për arsye se e mban edhe lëngun brenda dhe del mishin më i mirë. Tani mishin e kemi gati dhe po e kthejmë, na duhet kjo ngjyrë dhe nga të gjitha anët. Mishin e kemi gati dhe tani na duhet që ta çojmë në sobë për 25 minuta. Sobën e kam çuar në temperaturën 220 gradë.
Pastaj do ta lëm për 20 minuta duke parë gjithmonë që mos të na thahet mishi. Mishin e kemi në sopë po bëhet tani dhe më duhet që të përgatisim karotat. Kam ngjyra karota, janë me shumë ngjyra këto dhe po i vendosim në tavë që të na bëjnë në të njëjtën kohë që ne po përgatisim mishin. Në këtë mënyrë do hedhim pak vaj. Do i hedhim pak krip. Edhe pak piper. Po i çojmë në sopë për 10 minuta karotat dhe pasi karotat janë duke u bërë, ne do të përgatisim orizin. Po hedhim vajin për të skuqur pak orizin. E kam larë, kam pastruar, e kullova dhe tani po e hedhim. Temperaturën e ulim pak që të bëhet havash. Orizin e kemi gati, po i hedhim ujin. Ujin jahet të shtotë. Një goda me ujë. Do t'i hedhim pak kripën. E trazoj pak. Okej, dhe tani do ta mbulojmë dhe ta lëmë që të ziejë. Orizin e kemi gati. Dhe tani do t'i hedh pak gjalp. Ta lëmë që të shkrivet me temperaturën që ka orizi. Në këtë mënyrë. Çdo gjë kemi gati dhe tani le të bëjmë pjatën. Mishin e kemi gati tani. Vjen njerë shumë e mirë. Do ta marr, do ta çoj tek druri ku presim mishin, në kur presim gazavatet dhe do ta lëm të qetësohet për 2-3 minuta. Do heqim spangon që e lidhëm mishin përpara. Edhe një. Abim të salti duhet hequr se pastaj jemi në trouble i themi neve. Dhe, okej, edhe spangon e hoqa. Tani do presim mishin. Unë do ta pres në mes në fillim, që të kemi mundësi. Okej. Do t'i presim në këtë madhësi. The smell is so delicious. Nuk do mërziteni ta bëni këtë recetë edhe më shumë na një herë në javë, aq e shijshme është. Tani po bëj gati orizin, karotat dhe po i çojmë në pjatë. Me gjithë të lodhi që po bëjmë, kameramani është një çik i bezdisur, kështu që unë po vazhdoj punën time te kuzhina. Tani do të çoj mishin. Në këtë mënyrë. Edhe një tjetër për këtë pjatë. It smells delicious. Karotat janë shumë të ëmbla dhe këto. Po vendosim karotat në këtë mënyrë. Do t'i hedh pak lëngun
Lëng mishi pilafit, edhe mishit para, edhe pak për pilafin. I hedhim pak majdanoz. Zbukurojmë pjatën. Dhe kjo ishte dhe receta për sot. Shpresoj të ketë pëlqyer dhe shifemi në recetat e ardhshme. Mirupafshim. Faturo me MCNR